Derisa publiku e priste fillimin e shfaqjes para kulisave, shpesh herë aktori Çunlajçi, pastaj këngëtarja Manjolla Albani, Kastriot Tusha e Ledina Çelo gjenin mënyrën për të çlodhur nga udhëtimet e gjata, kurse Mirush Kabashi koncentrohej për monolog. Para kamerës time, papritmas edhe kjo skene Çunlajçi. Kush e tha se unë kam? Unë vetëm Sarash, në gjyri, para kamerës, se besfortit. I cili skenon vdekje, më thënë, kush ju tha se unë kam vdekur. Derisa kompozitori Edmond Zhulali kujdesej për zërim së bashku me Liri Lushin, Çunlajçi i shtrirë për tokë, lëshonte tyll drejt skenës ku këndonte Kastriot. Shkolla s'presim. Me veprat e kombit. Me sfort. Me veprat e kombit jemi ne. Edhe ka drejtën mosh kojnal. Erdhëm Frankfurt, kërkonim banesa për strehim, jo hotele, sepse ishte koncert humanitar. Dhe falë sërish Remziut, grupi u sistemua në 4 banesa të lapjane, që i kishte shok, të cilët në siguruan edhe mjediset ku do të ushqeshim më lirë. S'harrohet Agimi, Rasimi, Nexhi dhe shokët e tyre, që neve shpesh ne mundsonin ushqimin me pulat të pjekura pa pagesë.